Mirëdita dhe përshëndetje dashamirës të Partizanit kudo që ndodheni. Jemi live dhe drejt për drejt nga Arena e Demave në këtë ditë festive të plot krenari. 29 nëntori, dita e çlirimit, në këtë ditë të veçantë për popullin shqiptar. Këtu ku fjala Partizan ka rënja dhe fuqia plot e fjalës rezistencë. Partizani ka rezistuar shumë dhe në futboll, fal mbështetjes së pashteshme të tifozërisë kuqe anë ban, si edhe investime të pakursueshme të presidencës në krye Gazimendemin. Sot shijojmë sukses të këtyre investimeve. Arena e Demës pret supersfidën e javës 13, derbin e 8 vjeçarëve. Partizan dhe Tirana kanë zbritur në fushë për të ndarë kryesimin, teksa momentalisht Tirana ndodhet në vend e parë 25 pikë, 8 fitori, 1 barazim, 0 humbje, ndërkohë që Partizani të vetme humbje që ka ndaj këtyre pra si rivalëve të kryeqytetit Tiranës së ndeshjen e parë me një gol të pësuar në fund të takimit 0-1, pra Partizani vendi i dytë 22 pikë, 3 më pak se Tirana, 7 fitore, 1 barazim, 1 humbje. Je pra sinjalizimin duke i uruar më të mirën sukses në këtë sfidë Partizanit Aldo Duros, 8 vjeçarëve. Teksa pranë Bamit është dhe Vaso, që mund të surprizojë me këmbën e tij të djathtë. Niset pra, është Bami, kroson me të majtën, krosi fort dhe goditja që shkon rrezikshëm drejt Qefalis. Niset Hoxha, krosimi plot i fort drejt në portë, në Çali që shikoni. Por paksa nuk përfundon bashkë me topin, brenda në vjen në portës, në brendësi të portës prap. Mund të niset Partizani, Leshaj, shikon zonën, provoni vetëm gjithmonë Orgito, heziton të parë. Krosimi tashmë që mundësia në vështirësi Tirana, nuk largohet. Sallaku e godet Bitra. Rrezikon tashmë goditje potente që shkon jashtë. Brendi me të majtën rrezikon shumë. Shikon lëvizjen e dy sulmuesve tanë, e kalon të djathtë tek Orgito Leshaj. Krosimi me njëherë mundësia. Zekaj dhe shkon në rjetë, është bllokohet sfida, shënon Partizani. 1-0 dhe festa në Arena e Demave ka shënuar Rej Zekaj. Një aksion modeli skuadrës kuqe që tashmë feston tek pankina e Aldo Duros, një fest mjaft merituar nga krosimi Orgito Leshaj, vendosja jo e mirë e Tiranës dhe goditja e menjëhershme e Rej Zekajt që mposh portierin Çali në këtë sfidë 1-0. E sulmon Zekaj, provon ta mbrojë Saliaj. Gjithmonë Zekaj që ka dalë fitues, Salia ka menduar gjithçka është e rregull. Zekaj kroson në zonën e Leshaj dhe shkon në rjet. 2-0 Partizani. I ja rikthen reston Zekaj. Me këtë krosim në detaj, ashtu siç bëri në pjesën e parë, Leshaj festa tërësisht e kuqe. 2-0 në Arena e Demave. Dhe Tirana që gjynëzohet në këtë start të pjesës së dytë. Le të shikojmë edhe herë teksa regjia do të na ofrojë momentin nga këmbgulja e Rej Zekajt deri tek krosimi goli. Ja këtu ky çast ku Zeka del fitues dhe krosimi në detaj në momentin ku Orgito Leshaj me një prekje të lehtë të bukur e dërgon në rjet. Shikojmë Tiranën, një zbritje shpejtë, rrezikshme e Sufjes, kjo kthes dhe rrezikshëm do të kërkojë kujdesëm. Gjinje godet, bllokohet me forcë. Të mbingarkuar me fanella të kuqe dhe bardhë blu. Krosimi rrezikshëm, shikoni në rrëmuj sipër, goditje dhe e pabesueshme. Hyka, provoni vetëm, gjithmonë Ergit Hyka, kërkon shëroj djathën, e ka të djathën, goditja dhe jashtë kuadratit. Bami, shikon zonën, i kërkohet i topi gjatë, i tillë është drejt qendrës, aty ku provon Tirana. Duhet në hyrja e Qefalis që merr dhe dorëkitje në këtë çaste. E 8 minutë luhet. Tirana që provon me këtë kthes, për paksa nuk gjen golin. Sërish disa minutë. Megjithatë Partizani duhet ta sulmojë. Duhet të këngul dhe të dalë përpara. Kjo skuadër nuk do të rriqet më shumë. Provon Hyka. Shkelmon e tashmë më në fund. Ndërhyn Eldor Alogjini duke i dhënë me shkëllimin e fundit dhe fitoria e Partizanit 2-1 ndaj rivalit drejt për drejt për garën e titull duke rimar Kreu në renditjes me 25 pikë.